mëngjesi nga një 34 vjeçare këtu, zyrtarisht sot 34 vjeçe. Ua, nuk më besohet goca, nuk ju mora dot, ja, sepse më duheshe që të bëhesha gati, se duhet të shkoj kam takimin për lejen e qëndrimit, se po merr mami. Si që po thoja goca, kam takimin për kartën e lejes e qëndrimit të Zojit, edhe duke qenë se unë nuk e di fiks qa ore e kam, po i kishe të kap pak të orën 9:20. Aq më duket më kujtohet, sepse atë emailin nuk e kam me, nuk e di si që shtek, nejse, tem tjetër kjo, edhe kështu është zhveshja. Të shikojmë që do bëjmë sot, por besoj do dalë me Ilirin për dark. Kam ftuar edhe shoqen time të ngushtë me burrin e saj. Edhe të shohim tani. Sot koha që ka më freskët, siç mund ta shikoni, është vrentur, por ama është vap. Baby mama, është vap. Edhe kështu goca. Kam për të dorëzuar edhe një pako, se kam shitur një çantë, kam vendosur shumë çanta për të shitur. Sa i natë si mora t'ju a tregoja, nejse, do a tregoj, nëse nuk harroj, edhe shita një ges, akullere me thënë drejten, e kam vend 2 herë, se kam vend 2-3 herë, edhe në 1 orë. Gjithsesi, e shita me çmim shumë të mirë, do me thënë me çmim goxha të mirë, po aj sa e bleva mund të them që e shita, edhe jam duke, do t'a dorëzoj edhe atë sot që të niset, të ike, se si më duket si kur më han aty kur shes robe apo gjëra, edhe nuk i dërgoj. Tani jemi duke nxituar, të ikim të autobusi, kapim autobusin, që mos na fleri dhe Zoji, që të bëjmë foton, sepse atje duhet që të bëjmë edhe foton, tek zyra e të huajve. Shpresoj një mos na thonë gjë, për shkak se nuk e kam emailin, po kur i mora atëherë në telefon, më thanë që nuk ka problem. Nuk është se është ndonjë gjë, mjafton që të kesh dokumentat edhe kaq. Emri i Zojit është atje, kështu që jemi okay. Edhe erdhëm. Tani këtu diku, këtu brenda është zyra, edhe erdhëm mama. Uroj që të kemi ardhur në orar, por unë besoj se do presim. Ja ku është aty zyra. Ajo që lexon B, të shkronja B, aty do futemi. Goca, kam në orën 10:20, për një moment nuk po e gjente kjo terminin, sepse nuk kisha as kod, as me ditëlindjen e Zojit, nuk më dilte as një gjë. Edhe kam në orën 10:20 terminin tani, shqyr Zotit. Do ndaloj këtu, është një pizzeri këtu, po më duket se bëjnë edhe për të pirë këto. Do me thënë t'ulem aty të pina i gjë, edhe dviseja këtu është, deri në orën 10:20, se nuk mund të më fusi me përpara, shqyr, sepse njëherë po thoshte mos e ke lënë takimin tek një zyrë tjetër, i thash jo këtu, që e dia që e kisha sot, kështu që ulemi këtu, pim diçka edhe pastaj ikim prap. Nuk ishte hapur kjo pizzeria, në orën 11:20 hapej. Do i them një herë nëse mund të pres aty brenda, pa puna. Pres aty brenda. S'kam ku të shkoj sepse ja nisi edhe shiu. Nuk ka ndonjë kafe këtu afër. Me thënë drejtën. Ti them t'ja pyes një herë. Goca. Ishim tek supermarketit e reve këtu, erdhëm rreth e për qark, morëm dhe na një gjë të vogël për të ngrënë me Zojin, edhe tani po ikim sërish se ora 10, dua t'ju jap një lajm, unë sapo u bëra ambasadore në Shein. Do me thënë tani unë do bashkëpunoj me Sheinin, dhe më vjen shumë mirë, erdhi si një dhuratë për ditëlindje, do thoni juve që Shein nuk është ndonjë gjë kush e di. Okej. E kuptoj, por edhe aty ka gjëra që edhe ja vlejnë. Nuk është se nuk ka vetëm gjëra që nuk ja vlejnë, duhet të dish shumë që t'i zgjedhësh, edhe pse jo fundja
për t'i veshur një herë, se mos po i mbajmë më shumë robet neve, nuk e di, robat. Mua më duket ndonjëherë budallallik të themi që të harxhosh kaq shumë për rroba edhe t'i veshësh vetëm një herë, dy herë. Okej, duhet edhe materiali, nuk po them, por do i zgjedhim në materialet. Të presim tu, se kanë thrasi. Hej, goca, kemi sa që kemi ardhur në shtëpi, Zojin është në gjumë, do me thënë kemi një orë, ka një orë në gjumë Zoji, unë tani, për çaj lëshova flokun se kuptova nejse, unë tani duhet që bëj pak për të ngrënë Zojit, se zuri gjumi edhe kur qohet do të haja e drekën se ka ngrënë akoma. Isha duke ndërë pak në telefon, postova një dy gjëra në TikTok edhe pak një gjë në Instagram. Edhe goca, si që thash, okej, tregoj një se qa po i bëj Zojit për drek, mora tek DM, tek DM-ja nga këto qishrat që janë kështu të zjera, në fakt më nuk pëlqen shumë këto perime, të gjërat konservuara me thënë drejtën, por këto duan shumë që të zjejnë, nuk e di, unë i kam lënë edhe gjithë natën në ujë, jam munduar dhe me thënë t'i lej gjithë natën në ujë, edhe prap nuk më zjejnë, edhe mora kështu, lexoj një bio, tani uroj që t'jem vërtet ashtu si që tregon aty, edhe do i qëroj një karrot me atë, kam edhe pak spinaq, nuk e di do shkoj me spinaq kjo, ose do jetë vetëm karrot, kam edhe pak, që quhet? Ara Milda. Kungull. Kam edhe pak nga ky kungull i kështu, edhe do ja bëj aty bashk. Okej. Pastaj, nuk e di që do bëj fare, jam në më dyshje për të dalë sonte, pasi doja të dilja me shoqen time të ngushtë, si që tregova, por për fat keq ajo ndodhet në spital, është shumë mirë tani, kaloj, se ashtu pati diçka, gjithsesi, por nuk e di që do bëj. Ose do shkojmë vetë me Ilirin, se tani që do bëj, ditë tjetër dalë me atë. Unë këtë unë kam shumë bezdi, me thënë drejtën që të festoj ditëlindje në një ditë tjetër, nëse nuk e feston atë dite. Nuk e di pse, nuk më pëlqen kjo gjëja të festo. Ama, qa festimi po thuj hajt. Nuk më pëlqen kjo gjë kështu. As mirë se para thonë që është gjyna, po as mbrapa nuk dua ta bëj këtë gjë. Pastaj nëse ajo nuk vjen sot, ndal një ditë tjetër thjesht. Për shembull, këtë jo ndalim, por i thonë muhabetit jo për të festuar në një gjë kështu, thjesht i jap atë që kam për t'i dhënë për ditëlindje. Po me kismet, rëndësi ka që t'jetë ajo mirë edhe se tjerat bëhen. Edhe kështu goca, siç ishit me mua, vajtën e bëm kartën e Zojit, shqyr Zotit, mbaruam, edhe më tha që javës tjetër nga e marta është gati, pasi unë e bëra ekspres, pagova 7 euro në duket për ta, si se vura re se pagova kompletu, nese 7 euro se mi mbajti veç që ta bëja ekspres, pasi vjen është periudhë, duke se do qozoj, pasi mendova këtë që tani është periudhë vere, do me thënë pushimesh, edhe thash ndoshta do më vonohet, mua më duhet në gusht, kështu që më mirë 7 euro sikur si kisha edhe do e bëj ekspres. Mbaruam punë shpejt, shqyr Zotit, se atje kur shkon të zyrat huajve o Zot, si kur shkon në gjyq, në kuptimin që e dini se si janë ju që jeni këtej. Edhe pastaj shkova te DM, si tash mora këto qishrat, pak ujë, një bidon ujë për Zojin. Erdha në shtëpi direkte, se edhe ajo po e zinte gjumin, nuk doja që të flinte karrocë, në qenë se do vinim në shtëpi, edhe ka zënë gjumi direkte, një strecen. Edhe unë tani jam duke bërë drekën, t'i bëj Zojit qik këto, se e di që
kur të dalin pastaj që të shkojmë të ham darkën, ajo mund të hajë ndonjë gjë andej, por mos të ripa ngrënë edhe gjellë. Qa do haja ndej me patate po hangri në gjë kështu. Nëse edhe gjellën që po bëjmë këtu do ketë ajo. Edhe goca kështu si që tregova, do filloj bashkëpunimet me shenjin, i sa po i bëra zgjedhjet e mia. Do me thënë, ata më ofruan kupon vetëm për robe banjo, normalisht se tani është sezoni atyre. Edhe unë sa i bëra zgjedhjet e mia, u a dërgova, edhe tani nuk e di kur do më vinë me thënë drejtën. Edhe nuk e di se si do jenë. Ju e dini që unë nuk është se porosis të shenjë shumë. Të shenjë unë kam porositur vetëm kur i kam bërë zojit kështu, që i bëja për shembull për muaj përpara se të bënte 1 vjeçej, rroba thjesht sa për atë ditë, domethënë. Nuk është se kam porositur, ose thjesht kështu budalliqe mund të kem porositur. Veshje jo. Nëse për zojën kam porosit veshje, ka qenë se për këto edhe shumë rrallë thjesht nëse e kam parë aty që ka qenë pambuk edhe kam pas materialet mira, sepse duhet i shikosh me kujdes shumë ato kur i zgjedh, për materialin duhet i shikosh shumë. E di që njerëzit tani do më vërsulen, do më thonë që jo po ti e shanëve shenjin, jo po ti kështu, jo po ti e shu, sepse kam bërë një video në TikTok kur isha tek Unati në Itali që ika, do me thënë që e mora dhe juve, edhe Unata im porosit shumë të shenjë, edhe kishte porositur ajo, por disa i qelluan materialet mira, disa jo, nuk është se i ka vënë re shumë ndoshta, si ka lexu, ose edhe mase i ka, se tani fundja, sa për t'i veshur një herë, hajt. Edhe unë që po i komentoja, po i thoja do me thënë të vërtetën, që jo po ky nuk bën, se tani keq është thush të vërtetën, keq është mos thush të vërtetën, nuk e di do me thënë. Edhe do mësulen njerëz, do thonë, jo po ti the kështu për shenjin, jo, s'm intereson shumë vallai me thënë drejtën goca. Rëndësi ka që të me eci ty mi drejt mua edhe kaq. Për dirisa me erdhi kjo mundësia, pse jo mos ta shfrytëzoj, pse jo. Fundja një ndimesh edhe për neve që jemi këteja shtetit, përderisa shteti, se tani shteti ka të bëj, se për shembull në Shqipëri nuk bëjnë dot bashkëpunime me shenjin për momentin, siç bëjnë me temun. Përderisa këtu e ke mundësinë, pse jo, i kushtoj vetes edhe disa lek në këtë rast që mos të blej rroba, të paktën rroba, se atlete, normalisht dihet që unë atlete as në TikTok që kam porositur ato 3-4 palë, i kam parë shumë mirë, ka edhe atje shumë të mira, ka edhe jo shumë të mira. Sinqerisht, është bërë shumë keq, keq ti jesh e sinqert, keq mos ti jesh e sinqert sot, e kam vënë re këtë gjë. Ndonjëherë njerëzit, jo se unë po e bëj tani për të viktimizuar, për shembull, vëre që ndonjëherë njerëzit pëlqejnë ata njerëz që këtë unë gënjejnë, se unë i di disa persona se si janë, dise, edhe nuk e kuptoj dhe me thënë të falsitetin që kanë disa. Edhe them ndonjëherë Milta sikur të bësh të gënjesh edhe ti pak mirë do ishte, ti e pak filtr do ishte mirë ndoshta. Nuk e di, si thoni ju goca? A të bëhem edhe unë që kështu? Edhe kështu, normalisht që ndonjë robe do ta blejmë neve, se s'ka them që nuk do blejmë robe fare, dhe unë kam blej robe, nuk është se nuk kam blej robe, por ama do na ndihmoj. E thash edhe çfarë, okej, unë do mundohem me atë timin që të zgjedh produkte me cilësi, do me thënë që t'jenë të mira, mos t'jenë që mos të mbahen fare. Kuptoni? Edhe kur mos t'jenë, unë do t'a them që shikoni, këta mos e merrni vëlla, s'ka asgjë, kështu është. Që të bëjë tani? Unë kam thënë që unë ka pas bashkëpunime që i kam shkëputur, kam thënë, sepse vërtet po ndihesha keq, nuk e di, kisha shumë afër, e mora shumë kështu afër vetes, po ndihesha keq edhe i kam shkëputur bashkëpunimet. Kam shkëputur në TikTok për shembull, që po më kujtohet tani, ka qenë me çka ka qenë ajo? Me pastë dhëmbësh apo me atë që nëse diçka me dhëmbët,
e shkëputa, i thash nuk dua me lek, do me thëmë se ata e kishin bashkëpunimin që më paguanin, përveç se unë merja interes nëse dikush e blinte, i thash unë s'bej me video, i thash nuk më pëlqen, e kështu gjëra që shkëputa do me thënë. S'ka asnjë gjë të keqe, sepse ndihesha vetë keq, sinqerisht, se thoja pse, edhe pse ajo gjëja nuk kushtonte në gjë kush e di, prap thoja pse ta bëjmë këtë gjë, jo më vëlla, kemi fytyrë këtu. Edhe me që jemi këtu, kam bërë një postim në TikTok. Për para 3-4 ditëve të shka e tillë, prapë në lidhje me këto, por në këtë rast, për temën, ku shkruajta që nuk ekziston 0 euro temu, nuk ekziston. Edhe thash të vërtetën, pse tani unë duhet gënjej? U lodha sepse njerëzit rrinin vetëm duke më shkruajtur dhe u mërzita. Unë i thoja ato gjëra që më thoshte Temu, për zotin goca. Unë e kam pyet Temu, unë i thoja, si mund ta përfitoj njëri 0 euro, se unë nuk e bëja ata, se unë isha ajo që i bëja reklam. Ata më thonin, jo duhet të jenë përdorues të rinj, jo të keni mail të ri, jo të ke telefon të ri, do me thënë çdo gjë të re nga fillimi. Po kush i ka ato çdo gjë të re, vetëm ai që lind, ose ku diu, një njeri që e blen telefonin për herë të parë që ka çdo gjë të re, duhet të plotësoj disa kushte, do me thënë thoshte. Okej, edhe unë kështu i thoja njerëzve, pastaj se kështu më thoshte. Pastaj u bë kohë që unë nuk bashkëpunoj me Temën, vetëm për këtë, se për atë 100 euro kupon nuk e di a ekziston apo jo, për atë s'm kanë thënë gjë, po kjo 0 euro nuk ekziston. Thjesht mund të ekzistojë ata njerëz që vërtet ndoshta e përdorin për herë të parë, por prap nuk ekziston, sepse kur një njeri shikon videon, se po zgjatet kjo gjë, por dua ta sqaroj. Kur një njeri shikon videon për herë të parë aty dhe ti thotë 0 euro, ti nuk i jep asnjë lloj shpjegimi, thjesht të shkruan aty poshtë, duhet plotësosh kushtet dhe kaq. Se çfarë duhet plotësoj ai shkreti unë se di. Tani unë po tregoj me çik kështu se do thoni ju ti e di pse e ke bër. Unë me 0 euro 2-3 video mund të kem postuar nga Temu. Edhe thash, unë e pyesja shumë herë. Edhe bëra këtë postimin unë që thash që nuk ekziston. E kuptoni? E musulen mu, o zot, që më desh mu, që më hengri mua. E hoqja fare pëse postim, se po prekeshin edhe këto influencerat. E hoqja postimin ose kisha frikë, po kush kishte nerva, kush qante drasa të merë, se po flasë kështu, të merë e tani me njerëzit. Sepse të gjitha shumë kanë thënë, nuk ekziston. Duhet të blesh diçka që të marrësh 0 euro. Duhet ta blesh diçka, po njerëzit tani e din këtë gjë, se përpara kur bëheshin këto video nuk e thoshte njëri që shiko ti do harxhosh kaq lek, edhe mund ç'është ishte kjo? Jashtë, edhe mund të fitosh këtë gjë, e kuptoni? Edhe kështu goca. Nëse, se kalova nga tema në temë, por nëse vërtet ekziston, unë mund të kem bërë dhe gabim edhe nuk e di, tërhiqem, kërkoj falje nga kjo gjëja. Tani, por gocat që kam provuar më kanë thënë që jo, nuk kanë marrë, duhet të paguajnë, falni që të marrin. Mund të vit dita që unë do bashkëpunoj prapë me Temën, por jo për këtë pjesën e 0 euro. Ndoshta do jetë ndonjë bashkëpunim, këtë diun, për ndonjë kupon, për ndonjë produkt që specifik ose kështu. Nuk po e them këtë gjë, e kuptoni? Por kur një gjë nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Se duhet që ta ashtu. Tani mos na trim shtemi të flasim drejt, i thonë asaj. Ose kështu çështja. Sepse u lodha duke më pyetur njerëzit, më shkruajnë shumë goca dhe më vinte shumë keq për këtë gjë, po ndihesha shumë keq. Dhe thash Romilda, shkrepe një herë shkoj ku të shkoj. Shumë njerëz ndoshta mund të më kenë urryer, këto goca për shkakun që bashkëpunojnë me Temën ose kështu, por s'më intereson. Unë do them, do vëshur, do veproj sipas asaj times. Nëse se zgjata shumë tani, e vura gjellën këtu, i griva karrota siç ju thash goca, edhe kungull, dhe ato qishrat po zgjejmë, do t'i zgjej, prisni pak.
Ja, goca, me erdhi një paket. Kjo që ka... Jo që është hapur për thjesht tale. Më ka ardhur kjo nga Nix. Një kështu për trupin. Kjo është arom, të themi, fragrancë, mist, arom. Si thoni ju mist, arom, për trupi, për flokët. Që ere. Era portokall. Si era portokall. Sikur ke portokall. Nejse. Paska jo shumë të mirë, goca, sinqerisht. Nejse, goca, ja ku kemi këtu. Uroj që mas ditët kem kohë, nëse do dalim. Bëhemi gati, nuk e di fare, po dolëm që do veshim, se me thënë drejtën, aty tek ai restoranti që kemi rezervuar, nuk është se është ndonjë restorant me pamje shumë bukur. Nuk është se është shumë i bukur. Këtu ashtu janë, pothuajse të gjithë, po ky është pak edhe nuk e di. Ne më shumë po shkojmë për të ngrënë, se Ilirin e ka marrë malli të haj kështu mish zgare, edhe prandaj do shkojmë atje. Goca, jam bërë gati, edhe duhet t'i tregoj pak veshjen. Oji shapka t'i lash matan. Kjo është fustani, oji nuk e tregoj dot më nga... Prisni, nuk e tregoj dot më shumë. Ka që arrita tregoj, është i gjatë, me xhepa. Goca, u bëra gati për ditëlindje. Do dalim tani, nuk ju mora dot në përgatitje, sepse normalisht me fëmijë e gjëra tjera nuk pata kohë. Por ky është fustani që kam veshur. Jam duke filmu me telefon, sepse kamerën e kam andej edhe nuk besoj se do ta marr, se qa do gjëroj unë atje. Thash, ai lokali nuk është shumë i bukur, ose mund të gjëroj me telefon. Por ky fustani më pëlqen shumë, si më rri, e ka marrë, domethënë, me bashkëpunim normale, edhe mendoj se më shkon. Mendoj se më shkon dhe me këto flokët që kam bërë sot kështu me rela, kam vendosur këto vathet që i kam që në 2016, i bie 10 vjetë. Por ja, kjo është veshja. Do vesh me shapka, se si kam këtu, me kaq takt, që është taka katrore shumë rehatshme, edhe ngjyrë kështu, ngjyrë nude, domethënë që shkon me çdo gjë. Okej, tani po ikim të dalim se na shkoj ora 6:20. Shikoj nëse do filmoj dot tek restoranti. Goca, ndryshim plani, do shkojmë në një restorant tjetër, që është tamam restorant. Se kam kapur dhe këtë flokun këtu, nga që është shumë vap. Tek sofra quhet këtu. Domethënë është shqiptar, ja shqiptar. Edhe do shkojmë atje, u bë goxha kohë pa shkuar. Vetë një herë kam shku me gocat, një herë me Ilirin, tani do ikim prap. Edhe herën e fundit nuk na ka lënë shije shumë të mirë, me thënë drejtën, por do shikojmë herë këtë radhë nëse ka ndryshuar pak ushqimet, themi, se nuk e di pse herën e fundit nuk na pëlqen shumë. Se ky restoranti grek që do shkonim, restorant gjasme, që vetëm ashtu më duk si lokal kështu tamam pleqësh, si ato të Shqipërisë, lagje kështu që mlidheshin vetëm burra, edhe kaq, nuk është se kishte. Edhe ikëm nga aty. Tani po ikim atje për 8 minuta arrim, edhe të shohim. Qa janë këto raki, Na kanë pritur me një cipro. Unë nuk e pi, po Iliri e piu. Raki greke? Ej, goca, nuk e di gjohem apo jo, se ka shumë njerëz. Kontrolluam 2-3 restorante, por këtu restorantet gjermane kryesisht të djetë hënave janë të mbyllura. Kemi gjetur një grek dhe ka shumë njerëz, prandaj nuk po filmoj dot, nuk ka se ka ndonjë pamje kush e di sa dhe nuk dua të kap njerëz, se ndoshta normalisht duan privatësinë e tyre. Edhe kemi ndaluar këtu, po presim tani të porosisim, siç u gjetëm, sepse nëse nuk do ishte edhe ky, do iknim shtëpi pastaj, se nuk do rria të kontrolloja restorantet.
Por kështu është në Gjermani, ta hënave janë të mbyllura. Edhe pse këta grekët italianët i mbajnë hapur, po vajtëm në 2 grekë dhe ishën mbyllur dhe ata. Gjithsesi, këta që gjetëm, mendoj se kemi gjetur të mirë, se është full me njerëz edhe ndonjë ditë tjetër ndoshta dhe tregoj, filmoj, të vi me shoqet se sot është full. Musi ruf posto, mirë? Kjo është një ëmbëlsirë tradicionale greke me kështu peta byreku. Byrek me zgjerë. Edhe kjo tjetra është një akullore, nuk e di, do ta provoj edhe do ju them. Lupani, si lupani? Tu, si ve tu? Tu, baba. Tu, ja. Sa shikon në ndër? Şimdi lazım bir şey. Hoppa, şimdi. Şefa lupani? Oh, itu. Tu şefa. Lupani male.